Cili është komenti ose mesazhi që e ke marrë në rrjetet sociale edhe që ty t'ka pengu sepse është thonë një e pavërtet për ty? A din që është puna, ti e din që une jam konë të folë me thonë për kënë me kënë kom jetu e sene edhe është që kejtë kanë menu që une kom më hu në anën tem, po une se kom më hu, mu m'ka pengu qaj sen që njerëz menojnë që une e më hëj si prind, amo normal jo, se une jam rrit me gjyshin edhe gjyshen edhe jetoj me ta, po nana nuk është bre që më huot, adin njerëz nuk mujnë me kuptu që të sen, edhe une përderisa i thom gjyshës nan, që ashtu e kom dje për mi thonë. Përdin, tash me konë dikush në trup temin edhe në shpirt temin e din ma mirë. Dikush që surrit me ta nuk e din që është. Kja, për nga të rega njëherë për gjithmonë se cili është raportet me fjollën që mos me pas ma vend për para gjykime dhe për aludime. Po, raporti jam me mamin është shumë i mirë, one normal jam qika vetë, ajo është nana jam, kështu që mami, kështu që raporti jam me mamin është super, veç njerëz që e paragjykojnë pa kur gjë, pa lidhje. Unë mamin te me du shumë normal, se non, po me gjyshin edhe gjyshin nuk krahasot kërkosh heq, prap se prap, se jam rrit me ta. E kuptaj. Okej, pyetja e fundit është çka nuk menon që do të me pas në telefonin e partnerit tanë? Çka nuk do të me pas? Vallaj, nuk pe di. Diqysh unë i kam aplikacionet edhe të durimi, a pëden? Qa si kam telefoni, registroj të durimi, ose qa më vyjnë a i sani, tham, registroj që atë GPT-n që atë. A din krejt aplikacionet e mija i ka aj, kështu që s'di, qa s'du të me pas. Fotografi, na i sani. Na i fotografi? Ja s'di, vallaj, shanë të kështë ti ngosht, ma.